Dashi, sot do të ndihesh më i fokusuar në punën tënde dhe do të kesh mundësinë të përmbushësh disa detyra që i ke lënë pas dore. Është një ditë e mirë për të bërë plane afatgjata dhe për të menduar për hapët e ardhshëm në karrierën tënde. Në aspektin e dashurisë mund të shfaqet një situatë që kërkon vëmendje dhe durim. Komunikimi është çelësi për të zgjidhur çdo keqkuptim. Financat duken stabil, por shmang shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale është relativisht e qëndrueshme, por ndoshta do të ndihesh pak i lodhur nga rutina. Merr kohë për pushim dhe reflekto mbi gjërat që të sjellin kënaqësi. Kujdesu për veten dhe mos e lër stresin të mbizotërojë. Demi, sot mund të ndihesh pak i tensionuar në marrëdhëniet personale. Mundohu të mbash qetësinë dhe të komunikosh hapur me partnerin. Në punë, përqendrohu në detajet e vogla, pasi ato mund të bëjnë ndryshimin. Një projekt i lënë pas dore kërkon vëmendjen tënde. Financat mund të kërkojnë një rishikim të vogël, bëj një plan të mirë për të menaxhuar shpenzimet. Kujdesu për shëndetin mendor duke gjetur pak kohë për veten. Një shëtitje e shkurtër ose një aktivitet që të pëlqen mund të ndihmojë në lehtësimin e stresit. Mos harro të kërkosh mbështetje kur është e nevojshme. Sot është e rëndësishme të mbash një balans të mirë mes përgjegjësive dhe kohës për relaksim. Binjakët, sot do të ndjeni më të fokusuar në punë dhe do të arrini të përfundoni detyrat që keni lënë pas dore. Lidhjet me kolegët do të përmirësohen, duke krijuar një atmosferë më të qetë në ambientin e punës. Në aspektin emocional, mund të ndjeni një nevojë për të qëndruar pranë njerëzve që ju bëjnë të ndjeni mirë. Kjo ju ndihmon të ruani balancën. Në çështjet e dashurisë, keni parasysh të jeni të sinqertë dhe të hapur me partnerin. Financat do të jenë stabil, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Një shëtitje e qetë në natyrë pas dite mund të jetë mënyra ideale për të çliruar stresin dhe për të relaksuar. Kujdesuni për veten. Daforia. Sot mund të ndihesh pak i ndjeshëm dhe i tërhequr në vetvete, por mos u shqetëso. Në aspektin e dashurisë, partneri mund të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje nga ty përpiqu të gjesh një balans mes kohës për veten dhe nevojave të tij. Në punë mund të përballesh me disa sfida që kërkojnë durim dhe përkushtim. Mos u dorëzo, sepse do arrish të gjesh zgjidhjen e duhur. Financat mund të kërkojnë një riorganizim të vogël, kështu që është mirë të rishikosh buxhetin. Kujdesu për shëndetin mendor duke marrë kohë për relaksim dhe aktivitete që të sjellin kënaqësi. Një shëtitje e shkurtër ose leximi i një libri mund të bëjnë mrekulli për gjendjen tënde emocionale. Luani. Sot mund të ndjeni një nevojë të fortë për të lidhur me njerëzit përreth jush. Në dashuri është një moment i mirë për të diskutuar ndjenjat tuaja me partnerin, pasi komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të forconi lidhjen. Në punë mund të përballeni me sfida të vogla, por aftësitë tuaja organizative do t'ju ndihmojnë të kaloni çdo pengesë. Financat duken stabil, por është e rëndësishme të qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet, duke shmangur blerjet impulsive. Emocionalisht, përpiquni të gjeni kohë për veten tuaj dhe të relaksoheni, ndoshta me një aktivitet që ju pëlqen. Kujdesuni për mirëqenien tuaj duke bërë hapësirë për reflektim dhe pushim, pasi kjo do t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë tuaj. Virgjëresha. Sot është një ditë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Nëse keni qenë duke shmangur bisedat e rëndësishme, është koha për të folur hapur dhe me sinqeritet. Në punë mund të ndjeni të mbingarkuar nga detyrat, por organizimi i mirë do të ndihmojë në menaxhimin e kohës suaj. Mund të merrni një ofertë interesante që kërkon vëmendjen tuaj. Në aspektin financiar, bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni me kujdes buxhetin tuaj. Emocionalisht mund të ndjeni paksa të paqëndrueshëm, por një shëtitje në natyrë ose një bisedë me një mik të besueshëm do të sjellë qetësi. Mos harroni të kujdeseni për veten dhe të gjeni kohë për relaksim. Peshorja. Dita e sotme kërkon qetësi dhe mendim të qartë. Në aspektin e dashurisë mund të ketë disa keqkuptime të vogla me partnerin. Përpiqu të jesh i hapur dhe të dëgjosh me kujdes. Në punë, gjërat mund të mos ecin siç ke planifikuar, por mos u dekurajo. Bëj një listë prioritare të detyrave dhe fokusohu në zgjidhjen e tyre një nga një. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, ndaj gjej kohë për relaksim dhe meditim. Një shëtitje e shkurtër mund të të ndihmojë të qetësosh mendjen. Kujdesu për veten dhe mos harro se çdo sfidë është një mundësi për të rritur. Akrepi. Sot marrëdhëniet personale do të kërkojnë vëmendje të veçantë. Është koha e duhur për të biseduar hapur me partnerin rreth çështjeve që ju shqetësojnë. Në punë mund të ndjeni të mbingarkuar me detyra, por organizimi i mirë do t'ju ndihmojë të kaloni çdo sfidë.
Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët nëse ndiheni të mbingarkuar. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, prandaj përpiquni të gjeni kohë për veten. Praktikimi i meditimit ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë për të qetësuar mendjen. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe mos nënvlerësoni rëndësinë e pushimit. Shigjetari, sot mund të ndihesh i motivuar për të bërë përparime në karrierën tënde. Mund të dalin mundësi të reja që kërkojnë guxim dhe vendosmëri. Në dashuri, është koha e duhur për të biseduar hapur me partnerin dhe për të zgjidhur çdo keqkuptim të vogël. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Financat duken të qëndrueshme, por shpenzimet e vogla mund të shtohen. Kujdes me buxhetin, mos e tepër. Në aspektin emocional, mund të ndjesh një nevojë për qetësi dhe reflektim. Një shëtitje në natyrë ose një pasdite e qetë në shtëpi do të ndihmojë në balancimin e energjisë tënde. Sot, prioritet është qëndrimi pozitiv dhe i ekuilibruar. Britsjapi, sot mund të ndiheni më të motivuar për të arritur qëllimet tuaja profesionale. Energjia juaj është e përqendruar dhe e vendosur, duke ju ndihmuar të bëni përparime të dukshme. Në aspektin e dashurisë, mund të hasni një bisedë të rëndësishme që kërkon durim dhe mirëkuptim. Mos nguroni të shprehni ndjenjat tuaja me sinqeritet. Financat janë në rrugën e duhur, por është e mençur të shmangni shpenzimet impulsive. Një planifikim i kujdesshëm do të jetë i dobishëm. Gjendja emocionale mund të jetë pak e luhatshme, prandaj gjeni kohë për të pushuar dhe për të reflektuar. Merrni një moment për të çlodhur dhe për të rivendosur balancën e brendshme. Kujdesuni për veten dhe mos e teproni me angazhimet. Ujori, sot mund të ndiheni pak të tërhequr nga bisedat e zakonshme, duke preferuar të reflektoni mbi çështje më të thella. Në aspektin e dashurisë, është një ditë e mirë për të ndarë mendime të sinqerta me partnerin. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë që ndan interesa të ngjashme. Në punë, përqendrimi juaj do të jetë i fortë, duke ju ndihmuar të përfundoni projekte të rëndësishme. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët nëse ndiheni të mbingarkuar. Financat janë të qëndrueshme, por është e mençur të shmangni shpenzimet e panevojshme. Nga ana emocionale, përpiquni të gjeni pak kohë për veten, qoftë përmes meditimit apo një shëtitje të qetë. Kujdesuni për mirëqenien tuaj. Peshqit, sot mund të ndiheni paksa të ndjeshëm, por kjo nuk do të ndikojë në marrëdhëniet tuaja personale. Është një ditë e mirë për të treguar kujdes ndaj partnerit, duke e dëgjuar me vëmendje dhe duke ofruar mbështetje. Në punë mund të shfaqen disa sfida të vogla, por me përqendrim dhe durim do t'i kaloni me sukses. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por mbani një sy të mbret mbi shpenzimet e panevojshme. Mund të ndiheni të lodhur emocionalisht, prandaj merrni kohë për veten. Një shëtitje e qetë ose një aktivitet relaksues mund të jetë çlodhës. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se është në rregull të kërkoni ndihmë kur ju nevojitet.